që nuk ka shumicë parlamentare, rrjedhimisht tani takon presidentës deri të mërkurën me datë 5 të përcaktoj se a ka shumicë apo nuk ka shumicë, pa dhe pretendime nga kryetari i lëvizjes vendendosjes, pra pa pretendime edhe nga kryetari i lëvizjes vendendosjes se ndoshta duhet provuar edhe një herë, por shumica e partive politike që përbëjnë shumicën shqiptare, 52 deputet, ishin të qartë duke deklaruar se nuk ka shumicë. A ka ndonjë marrëveshje zoti Abdixhiku edhe me qoftë me Partinë Demokratike apo parti Jo. tjera? Nuk folëm për data, nuk folëm për marrëveshje politike, këtu ishim në takim për dëm qëndrimet e partive politike dhe presidenti atë vlerësoi se ka mundësi matematikore për një shumicë. U diskutua për planin e rritjes dhe trajtimin e një faze kalimtare të buxhetit, jo këtë programin elektoral që prezentuan sot. Pra u fol për një mundësi të kapërcimit të vazhdimit të buxhetit vjetër, me qenë se kemi një krizë ligjore, por qëndrimi jonë është shumë i qartë, sa më herët që i caktojmë zgjedhjet, më herët bëhet qeveria e re dhe më herët qeveria e re e bën buxhetin e ri të Republikës. Ka përkraje nga ju zoti Abdixhiku për të formuar edhe komisionet, pasi që dim se është Ne u deklaruam sot zyrtarisht gjitha partitë që s'kemi as mundësi, as legitimitet që në këto parë zgjedhje me këtë rezultat nuk ka shumicë, nuk bëjmë qeveri. Çështjet tjera tani janë çështje procedurale që vinë me zhvillimet politike në vend. Komisionet apo formuar ato? Nuk ka shumë hapësirë ligjore për trajtuar çështje të kuvendit në një kohë kur për pak ditë duhet përcaktojmë datën e zgjedhjeve. Ju falenderoj shumë gjithëve.